E para, Allahu Akbar. Kur thush Allahu Akbar, çfarë dallimi ki ti për atij që nuk thot Allahu Akbar? Ka shumë dallime. E para, edhe kryesore për ty është se ti me zemrën tënde edhe me gjuhën tënde e konfirmon se me të vërtet asnjë këtë botë nuk ka më të madhe për ty se Zoti jot atë. Çi ke besu? As puna jote, as familja jote, as koha jote, as fitimet, as angazhimet, as kur gjë nuk është më i madh kur vjen koha namazit. Allahu Akbar. Ai që sfaret, kur e konfirmon këtë? Kur i vjen vakti me konfirmu se Allah është më i dashur për mua se këtë? Kur? Nëse sfaret, namazi është konfirmimi. Andaj kur Allahu Akbar, ti thush Allahu Azza wa Jall, për ti, për mua, ti je më i madh. Për mu, ti je më i dashuri. Për mu, ti je më i afërti. Ai që nuk falet, kur i thot Allahu Akbar, nëse nuk i thot namaz, e del ditën e gjykimit për Allahut Azza wa Jall, e i thot Allahut Jalla Jalalu, a ma shpëlimin? Qysh me të dhon shpëlimin, kur sukon e më i madhe? Qysh me të dhon shpëlimin, kur sukon e i pari për ty? Sukon më i dashur. Pa me drejt, Allahu Gjellera i thot, le të shkon çdo kurt, le të merr sevap tek ai që ai ka qenë më i madh tek ai. Nëse ka qenë për ty dinare më i madh, se sa Allahu Gjellera wa ala, shkoni për sevapin xhenetit të dinarit. Shkon dyqan atë në dynia lype poshtë, ku e ke harruar ti kur. Çe di lype, çi është në xhenetit. Nëse xheneti ku në xhenet, a ka mundësi me xhenet? Nuk ka mundësi me xhenet.